Përshëndetje shpirtra të ndjeshëm të Gafores. Mirë se erdhët në horoskopin tuaj për muajin korrik 2025, muaj ku ndjenja, intuita dhe forca juaj e brendshme arrin kulmin. Ky është momenti juaj për të ndriçuar. Në këtë video do të zbulojmë së bashku çfarë ju pret në dashuri për beqarët dhe çiftet, si do të ecë puna dhe paratë, si ta mbani shëndetin në ekuilibër, dhe një ritual të veçantë për të tërhequr fatin këtë muaj. Shëndroni me mua deri në fund sepse korriku sjell surpriza që do t'ju prekin zemrën. Gaforia, korrik 2025. Muaji yt i rilindjes, rënje të reja, energji e re dhe vendime të mëdha për të ardhmen. Puna e karriera. Korriku për Gaforen është muaji i shëndërimit profesional. Me diellin që ndriçon shenjën tënde, do ndihesh më jo e fuqishëm, më jo e vendosur dhe më jo e qartë për rrugën që do ndjekësh. 12 korrik. Koha ideale për të nisur një projekt të ri. Nëse je në kërkim pune, do të dalin dy mundësi konkrete, njëra afër shtëpisë dhe tjetra më larg por më e paguar. 13-23 korrik. Një takim profesional mund të ndryshojë rrjedhën e gjërave, ki kujdes se si prezanton veten. 24-31 korrik. Do të ketë mirënjohje publike ose një shpërblim që nuk e ke pritur, sidomos nëse ke dhënë më shumë se sa të tjerët muajt e fundit. Këshill, mos u tërhiq për shkak të pasigurive. Ky muaj të kërkon të marrësh iniciativën. Dashuria e marrëdhëniet. Për çiftet, atmosfera është më e ëmbël, më e ndjeshme dhe më shpirtërore. Nëse ke kaluar periudha tensioni, ky muaj sjell afrim emocional dhe mirëkuptim. 7-17 korrik. Mund të vendosni të bëni një hap më të madh bashkëjetesë, martesë apo shtatësëni. Kujdes me xhelozit e vogla që dalin rreth datës 12, por kalojnë me komunikim të ndershëm. Për beqarët, korriku sjell një dashuri të ngadalt por të qëndrueshme. Mund të fillojë si shoqëri dhe të kthehet në diçka të veçantë. Një njohje me një person me energji ujori ose peshoreje do të ndikojë në mënyrën si e shikon dashurinë. Ditët më të favorshme për dashuri: 4, 10, 15, 22, 30 korrik. Mos harro, dashuria e vërtet nuk kërkon forcë, ajo rritet me butësi. Paratë, financat. Muaj stabil ekonomikisht, por me nevojën për disiplinë. Tundimet për blerje të panevojshme janë të forta sidomos në fillim të muajit. Rreth 15-20 korrik, merr një lajm të mirë në lidhje me një pagesë, bonus apo ndihmë financiare. Nëse ke një borxh për të shlyer, ky është momenti për të filluar kthimin e tij. Këshill, trego kujdes me shpenzimet për të tjerët. Duhet të mendosh edhe për qëndrueshmërinë tënde. Shëndetje e energjia. Energjia e Gafores është emocionale dhe kjo do të ndikojë edhe në trup. Nëse nuk i shpreh emocionet, mund të përballesh me probleme gastrike, luhatje të humorit ose lodhje të përgjithshme. Kujdes me ushqimin, shmang mbi ngrënien emocionale. Nga 22 korriku, fillon një periudhë më energjike dhe më e lehtë për trupin dhe mendjen. Sugjerim, masazh, aromaterapi dhe kohë vetëm me veten tënde janë çelësi për balancën e brendshme. Rituali i muajit korrik për Gaforen. Ritual për forcim të vetbesimit, mbrojtje emocionale dhe dashuri të qëndrueshme. Koha më e mirë: 10-12 korrik gjatë hënës së plot. Çfarë të përgatisësh? Një qiri roz ose i bardhë, një tas me ujë të pastër ose deti, një guask ose diçka që të kujton detin, një fjongo e kaltër. Si ta kryesh ritualin? Gjej një vend të qetë pranë dritares apo në natyrë. Vendos guaskën mbi ujë dhe ndis qirin. Mbyll sytë dhe vizualizo një rrezë drite që të mbështjell. Thuaj me zë: zemra ime është burimi. Uji i shpirtit më pastron. E lejoj dashurinë të hyjë pa frikë dhe pa pengesa. Lidhe fjongon rreth kyçit për disa minuta dhe mbaje me vete si kujtim të forcës tënde. Dhe tani dieta për Gaforen në korrik 2025. Ushqim për trupin, shpirtin dhe gjendjen emocionale. Karakteristika të rëndësishme për korrikun. Korriku sjell ndjeshmëri më të theksuar, luhatje humori dhe ndonjëherë dëshirë për ushqime ngushëlluese. Hëna, planeti yt sundues, ndikon drejt për drejt në tretje dhe ujërat e trupit. Duhet të shmangësh mbi ngarkesën me karbohidrate të rënda dhe të fokusohet tek ushqimet që ushqejnë emocionalisht dhe fizikisht, pa e rënduar stomakun. Çfarë të konsumosh më shumë në korrik? Perime me gjethe jeshile, spinaq, rukola, lakër jeshile ndihmojnë tretjen dhe balancojnë emocionet. Kastravec, kungulli njom, selino mbajnë trupin të hidratuar dhe lehtësojnë sistemin limfatik. Peshk i bardh, sardele ose salmon, burimi shkëlqyer i proteinës dhe omega 3 për tru dhe zemër. Qershi, lule shtry dhe boronica ndihmojnë sistemin nervor dhe janë perfekte për gjendjen shpirtërore. Oriz integral dhe quinoa, karbohidrate të lehta që japin energji pa rënduar stomaku.
Çfarë të shmangësh në këtë muaj? Ushqime shumë të kripura, ruajnë ujë dhe ndikojnë te gjendja emocionale. Mishi i përpunuar dhe fast food rrisin ndjeshmërinë dhe nervozizmin. Ëmbëlsira me sheqer të rafinuar, luhatje humori dhe lodhje pas ngrënies. Kjo është një dietë për gafore në mëngjes. Drek Dark Korrik 2025. Mëngjesi i lehtë. Ujë i ngrohtë me limon dhe pak xhenxhefil në fillim të ditës. Kos natyral me faraqia, një dorë fruta pylli, boronica, manafera, lule shtrydhe. Një lugë bajame ose ara për yndyra të mira. Një çaj qetësues, kamomil ose çaj jeshili but nëse nuk konsumon kafein. Pse? Për gaforen, mëngjesi duhet të jetë ushqyes, por jo i rënd. Ky kombinim balancon sistemin nervor dhe zorët. Dreka ushqyese me perime të ngrohta. Sallatë e gatuar me kungull të njom, brokoli dhe domate qerpi me vaj ulliri dhe pak limon. Oriz integral ose quino, peshk i pjekur si salmon, sardele ose fileto levreku. Një supë e lehtë perimesh opsionale. Pse? Gaforja ka nevojë për ushqime të buta, të ngrohta dhe lehtësisht të tretshme në drek. Supat e bëjnë të ndihet në shtëpi, ndërsa peshku sjell ekuilibër emocional. Darka e lehtë dhe qetësuese. Supë kremoze me perime si karrot, kungull, qep e ëmbël. Një fet bukë integrale me pak vaj ulliri ose gjalp bio. Gjysmë banane ose fruta të zbutura, molle zier dardh. Pse? Gaforet ndihen më të qeta në dark me ushqime që ngrohin barkun dhe shpirtin. Mos e ngarko sistemin tretës në dark. Ndikon në ëndrat dhe ndjeshmërinë tuaj. Këshilla shtesë. Pini shumë ujë gjatë ditës, mundësisht me limon ose kastravec. Shmangni ngrënien në nxitim ose në ambiente stresuese. Ambienti ndikon shumë te tretja juaj. Mund të bëni një ritual të vogël para darkës. Ndiz një qiri, vendos muzikë të butë dhe merr frym thellë para se të hash. Këshill shtesë emocionale. Mos haro të hash me qetësi dhe në një ambient të ngrohtë, ti ndikohesh shumë nga atmosfera përreth. Një dritë e butë, pak muzikë dhe një tavolinë e pastër do të ndikojnë ndjeshëm në mirëqenien tënde gjatë ngrënies. Nëse e ndjet veten në këto parashikime, mos harroni të më mbështesni me një like. Të abonoheni subscribe në kanalin tim dhe të shtypni zilezën që të mos humni asnjë video të re për shenjën tuaj. Shihemi sërish shumë shpejt me më shumë yje, energji dhe dashuri për ju. Faleminderit që ishit me mua, gafore të dashura, dritë dhe fat për gjithë muajin.